Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump siguroi tregjes se rritja e çmimeve aktuale të naftës për shkak të luftës ndaj regjimit iranian do të jetë e përkohshme. Çmimet afatshkurtra të cilat do të bien masivisht kur programi bërthamor i Iranit të shkatërrohet, janë një çmim i vogël që Shtetet e Bashkuara dhe bota duhet të paguajnë për të arritur paqen dhe sigurinë, shkruan Trump në rrjetet sociale. Në Shtetet e Bashkuara çmimi i benzinës ka të kaluar rreth $1.06 për litër. Irani kërcënoi të dielën se mund të godasë infrastrukturën e naftës në rajon nëse Izraeli vazhdon sulmin ndaj veprave energjetike në vend. Në paralajmërimin që vjen nga Garda Revolucionare thuhet nëse sulmet vazhdojnë, masat të ngjashme mund të ndërmerren ndaj objekteve energjetike në rajon. Autoritetet iraniane paralajmëruan gjithashtu se përshkallëzimi i konfliktit mund të çojë çmimin e naftës në $200 për fuqi. Nëse mund ta toleroni një çmim të naftës mbi $200 për fuqi, atëherë vazhdoni këtë lojë, ta zëdhënsi Komandës Ushtarake Qendrore Iraniane Ebrahim Zolfagari. Franca kërkon nga Irani të ndalojë sulmet ndaj vendeve të rajonit. Presidenti francez Emmanuel Macron pas një bisede telefonike me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, theksoi domosdoshmërinë që Irani të ndërpresë menjëherë sulmet e tij kundër vendeve në rajon. Udhëheci francez kërkoi riadhesim të menjëhershëm të një çifti francez i burgosur që aktualisht ndodhet brenda ambasadës franceze. Ai përsëriti shqetësimet e Francës në lidhje me programet bërthamore dhe balistike të Iranit, si dhe tërësinë e aktiviteteve të tij destabilizuese në rajon. SBA dhe Britania rikonfirmojnë bashkëpunimin. Pas një bisede telefonike me presidentin e SBA-s Donald Trump, zyra e shtypit e kryeministrit britanik Keir Starmer deklaroi se udhëheci diskutuar rreth situatës së fundit në lindjen e mesme dhe bashkëpunimin ushtarak midis Mbretërisë së Bashkuar dhe SBA-s përmes përdorimit të bazave të forcave ajrore mbretërore në mbështetje të vetëmbrojtjes kolektive të partnerëve në rajon, thanë një deklaratë një zëdhënëse nga zyra e Starmer. Kryeministri gjithashtu shpreu ngushëllimet e tij të sinqerta me presidentin Trump dhe popullin amerikan pas vdekjes si 6 ushtarëve amerikan, thuhet në deklaratë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar diplomatëve amerikanë Arabin Saudite të largohen nga vendi. Në raportimet e New York Times citojnë burime që thonë se urdhri për t'u larguar tregon ndërgjegjësimin e administratës për rreziqet në rritje në rajon. Kjo është hera e parë që nga fillimi i bombardimeve që Departamenti i Shtetit ka miratuar një urdhër për t'u larguar nga një vend. Merr zyrtarisht detyrën Mojtaba Khamenei, djali i Ali Khameneit, i cili u vran nga sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit më 28 shkurt. Ai u zgjodh nga Asambleja e Ekspertëve, udhëheci i ri suprem i Iranit. Asambleja u bën thirrje të gjithë popullit fisnik iranian, veçanërisht elitave dhe intelektualëve të botës fetare dhe akademike të zotohen për besnikëri ndaj udhëheqjes dhe të ruajnë unitetin ndaj boshtit të kujdestarisë, përfundon deklarata. Me herët, Izraeli ka paralajmëruar se çdo zgjedhje e mundshme nga Këshilli i Ekspertëve si pasuesi i Ali Khamenei do të vijojë të mbetet shënjestër. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.